Dëgjojeni para se të jetë vonë, ja problemet që mund të shkaktojë tharja e rrobave brenda në shtëpi. Ndalohet rreptësisht tharja e rrobave brenda në shtëpi duke qenë se avulli që ato nxjerrin është shumë i dëmshëm për shëndetin. Tharja e rrobave me kalorifere ose mjete të tjera ngrose brenda në shtëpi shkakton lagështi dhe myk nëpër mure. Lagështia është shumë e dëmshme për shëndetin pasi mund të shkaktojë sëmundje kronike ose infeksione të mushkërive. Sipas Healthy Definition, duhet të dini se rrobat e lagura përmbajnë rreth 2 litra ujë, që përhapet nëpër dhomë në formë lagështie. Trupi ynë dhe sistemi imunitar zakonisht arrin të luftojnë këto infeksione. Megjithatë, personat me astmë mund të kenë vështirësi në frymëmarrje dhe në kollitje. Lagështia shkakton edhe zhvillimin e sëmundjeve të pneumonisë. Prandaj, ekspertët këshillojnë të mos i thani rrobat brenda shtëpisë së huaj, pasi mund të nxisin një sër faktorësh negativ.